Halil Geci ka reaguar ashpër ndaj qëndrimeve të fundit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke akuzuar këtë parti për arrogancë politike dhe përpjekje për të manipuluar vullnetin e qytetarëve në procesin e zgjedhjes së presidentit. Ai ka paralajmëruar se çdo bllokadë institucionale apo tentativë për pushtet pa mbështetjen qytetare do të ndëshkohet nga vota popullore, duke theksuar se verdikti i zgjedhjeve është i qartë dhe i panegociueshëm për të cilët bota sot. Në vim, shkrimi i plot. LDK mos luani me votën e qytetarëve, koha e arrogancës ka mbaruar. Nëse LDK provokon zgjedhjen e presidentit, vota e qytetarëve do ta ndëshkojë menjëherë çdo përpjekje për pushtet, pa mbështetje qytetare, pazarët e imponuara dhe bllokada institucionale do ta largojë partinë nga skena politike dhe do të vulosë fundin e saj. Përpjekjet për të penguar vetëvendosjen dhe për të imponuar pazare institucionale tregojnë arrogancë të hapur. LDK po luan me fatin e vet politik dhe rrezikon zhdukjen nga skena politike. Qytetarët kanë folur qartë, koalicioni vetëvendosje guxo Alternativa mori mbi 60% të votave duke garantuar një mandat të pakthyeshëm. Vullneti qytetar nuk negociohet. Nëse LDK përdor postin e presidentit si shkop shantazhi dhe jo se institucion shtetëror, ajo sfidon direkt votën popullore. Vetëvendosja ka fituar mbi 60% të votës, një mandat të pastër që nuk negociohet. LDK duhet të hyjë në koalicion vetëm nëse synon të ruajë interesin e vet politik. Me fuqinë që ka fituar, nuk ka të drejtë të shkel votën e qytetarëve, bazuar vetëm në 15% të votave të mbetura të qytetarëve. Çdo përpjekje për të marrë pushtet pa mbështetje qytetare rrezikon marginalizimin e saj të pakthyeshëm. Arroganca që legjitimohet nuk prodhon pushtet, ajo përshpejton rënje. Qytetarët nuk e shpërblejnë refulzimin e realitetit. Nëse LDK vazhdon në bllokadë, shantazhe dhe refuzon të pranojë verdiktin e qytetarëve, partia ka shkruar vetë fundin e saj politik. Çdo përpjekje për të manipuluar rezultatin ose për të imponuar pazare të ulta do ta lërë jashtë ndikimit real politik. Qytetarët kanë folur, vota nuk fal arrogancën.